Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdërojmë, qojmë salavat e selam me pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë me dersin e radhës. Dersën e kaluar kemi shpjeguar ngjarjet të cilat kanë ndodhur në Sham dhe betejat të cilat janë zhvilluar mes ushtrive muslimane dhe romakëve, Bizantin. Gjithashtu kemi përmend atë situatën apo rrethanën kur gjatë rrethimit të Damaskut ju ka ardhur muslimanëve lajmi i vdekjes Ebu Bekrit edhe ndrrimit të komandës nga Khalid ibn Walidi në kën Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, dhe është bë ai ndrrimi, por edhe betejën e kemi shpjeguar dhe ngjarjet të cilat janë zhvilluar kemi shpjeguar. Tash do të kthehemi tek ndodhit edhe ngjarjet të cilat janë zhvilluar në Medinë gjatë kësaj kohe. Pra përderisa betejat zhvilloheshin në Sham, ashtu që si paralajmëruar nga dersi i kaluar, Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu veç se kishte ndruar jetë. E cilat ishin ato ngjarje të cilat janë zhvilluar në Medinë, do t'i shpjegojmë sot me lejen e Allahut. Në fakt do të shpjegojmë pra vdekjen e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Kemi përmend që në fillim që Ebu Bekri ka dërguar ushtri edhe në Persi edhe në Irak, pra që ka qenë në kuadër të perandorisë së Persisë, edhe në Sham që kanë qenë perandoria Bizantit. Në fillim e ka dërguar Khalid ibn Walidin në Irak dhe janë zhvilluar disa beteja, pastaj ka urdhëruar Ebu Bekri që të merr gjysmën e ushtrisë edhe të vazhdoi për në Sham. Edhe kemi shpjeguar udhëtimin të cilën e ka zhvilluar dhe ngjarjet me të cilat janë ballavaçuar. Kurse kemi përmend që në Irak me luftu kundër persianëve kishte lënë për komandë Muthanna ibn Haritha. Edhe ky ka qenë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të njohur dhe prej ushtarëve të njohur, dhe i kishte prafërsisht, kemi thënë, 9000 ushtarë që kanë mbetë në Irak. Betejat të cilat kanë qenë në Irak kanë qenë më të vogla në krahasim me ato ballavaçime të cilat kishin muslimanët në Sham. Mirë, po megjithatë nuk ishin edhe të lehta. Prandaj Muthanna ibn Haritha nga rrethanat dhe situatat e shet nevojshme mu konsultu me Ebu Bekrin fizikisht, prandaj e lënë si zavendës një person, pra në komandën e ushtrisë një person që ka pas emrin Bashir ibn al-Hasasija, edhe e merr udhëtimin dhe niset për në Medinë, që mu taku me Ebu Bekrin edhe me i bë disa kërkesa ndaj tij. Edhe shkon Muthanna ibn Haritha te Ebu Bekri në Medinë, mirë po kur rrin në Medinë, Ebu Bekri veç ishte smur. Do të shpjegojmë edhe si është smu e kështu me radhë, mirë po du me e shpjegu këtë detaj që ndërlidhet me ushtrinë e muslimanëve në Persi. Edhe vjen te Ebu Bekri edhe i bën disa kërkesa. Prej atyre kërkesave ishte që me dërgu ushtarë për shkak se nuk mjaftonin për me zhvillu betejat me persianët në Irak, po në të njëjtin kohë e kishte edhe një kërkesë që ata rebelues që i ishte luftu, e keni parasysh masi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndroi jetë, disa fise të arabëve kishin dal prej fesë, edhe kishte prej tyre që kishin pretendu që në mesin e tyre ka pejgamber, e kështu me radhë këto gjëra i kemi shpjeguar, po kërkesa Muthannës ishte se ata musliman të cilët ishin pendu edhe ishin kthyr nga kjo veprim i tyre, Ebu Bekri, po gjithashtu edhe komandantët e ushtrive, kishin kujdes mos mi marrë në ushtritë e tyre.
për arsye se nuk ishin të sigurt, ishin rebelu, domthon njerëz që kishin histori të rebelimit më herët, po gjithashtu edhe nuk ishin do thotë të qartë se a ishin pendu sinqerisht apo pendimi i tyre ishte si rezultat i rrethanave dhe situatave me të cilat janë ballavaçuar. Muthanna kërkonte prej Ebu Bekrit që ata besimtar, ata rebelues që ishin pendu sinqerisht edhe është vërejt pendimi i tyre edhe në praktik që të jenë, do thotë, t'u lehtësojnë të futen në ushtritë e muslimanëve edhe të luftojnë së bashku me muslimanët. Këto ishin, do thotë, parafërsisht kërkesat e Muthannës ndaj Ebu Bekrit. Ebu Bekri e dëgjon me vëmendje, mirë po ishte i smur. Edhe çfarë i thot une qysh po e shoh, nuk e kam gjatë, do thotë do të vdes. Për shkak të smundjes edhe rrethanës, edhe e thret Omerin radiallahu ta'ala anhu, edhe thot dëgjoni çfarë po thot Muthanna, pra mos të shkoj nata e mos m'ja mbledh ushtri Muthanna me marr me veti. Pavarësisht a vdes une, a jetoj, mos u merrni me çështjen teme, për arsye se kjo nuk duhet me u ndërlidh me personalitetin dhe me gjendjen teme, edhe i thot mos ju zbardh mëngjesi pa imobilizu ata njerëz që munis me Muthannën edhe me vazhdu ushtria tek në Irak dhe me u ballavaçu me persianët. Thot mos lejoni që fatkesia vdekjesime t'ju largojnë nga feja juaj. Do thot që këto situata, këto rrethana të jashtëzakonshme që mundën me qenë vdekja jame, me kon sebeb që mu largu nga e sakta dhe e vërteta. Edhe e thot edhe një fjalë tjetër, thot ju e pat se çfarë bëra unë kur ndroi jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe po i referohet situatas edhe rrethanës kur e keni parasysh muslimanët kur e morën lajmin e ndrrimit jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ploj hutia, nuk dinin çfarë të bënin. Ebu Bekri ishte ai i vetmi që morri iniciativa dhe zgjidhi shumë paqartësi edhe huti. Duke filluar mas pari në çështjen e vdekjes, pastaj në mospajtimin që ishte në mes ensarëve dhe muhaxhirëve, kush do t'i udhëheq muslimanët që shkojnë në Sakife edhe komunikoj edhe debatoj edhe shtjellun çështjen e halifes në këtë Sakifet Bani Saide, pastaj edhe në ballavaçimin kundër këtyre rebeluesve që e përmendëm, e kështu me radhë e shohim që Ebu Bekri ka ndërmarrë disa hapa shumë të rëndësishme që faktikisht e kanë rikthy atë fuqizimin e muslimanëve pas asaj dobësie me cilën janë kapluar mas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ja u bën posaçërisht po jep vrejtje Ebu Bekri Omerit radiallahu ta'ala anhu që mos ndodh e njëjta që ka ndodhur sikur me vdekja jam, sikur me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të hutoheni edhe t'ju kaploj hutia edhe mos dini çfarë të bëni. Prandaj edhe me çun vend këtë kërkesë të Muthannës pa gdhi pra mëngjesi. Edhe kështu kanë vepruar, menjëherë i kanë mobilizuar një grup të ushtarëve që kanë qenë në dispozicion edhe janë nisë duke mos u marrë me situatën edhe me rrethanën e smundjes, respektivisht vdekjes së Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Ajo se si ka ndodhur smundja dhe vdekja e Ebu Bekrit transmetojnë për sjellësit e sirës në përgjithësi, ka dy versione. Njëri version përmendet sikur se është helmun nga disa qifut, mirë po nuk është që është shumë e vërtetuar kjo. Ajo që ka më shumë përmendet edhe vet Aisha, gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ishte edhe e bija e Ebu Bekrit, tregon më qartë është se Ebu Bekri në një situatë për rrethanave është pastru, ka marrë gusëll, edhe nata ka qenë e ftohtë shumë, edhe është ftohtë. Edhe nga kjo ftohje ka fillu smundja që i ka zgjatë 15 ditë. Pra 15 ditë ka qenë i smur, pra secilën kohë duke qenë më keq derisa ka ndru jetë. Edhe thuhet që sahabët, pra kur ka fillu kjo smundje,
nuk ka arrit me dalë me fal namazin, për arsye se Ebu Bekri vazhdimisht si khalife muslimanëve dhe ka udhëheq namazin në Medinë, xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kur është smu edhe s'ka mujt me dalë, atëre e ka zavencu edhe e ka emru, me thonë kushtimisht, Omeri radiallahu ta'ala anhu m'ia fal namazin. Me fal namazin pra namazet, kohët e namazeve në përgjithësi. Prej atyre njerëzve që më shumë ti ka shërby Ebu Bekri gjatë kohës së smundjes ka qenë Othmani radiallahu ta'ala anhu, që i ka nejt gati. Këto dy gjana përmendet nga përshkruesit e sirës edhe rrethanav, edhe thuhet se kur ju rëndu smundja, njerëzit që vinin ta vizitonin familjarët e Ebu Bekrit, në diskutim mes tyre disa kanë pyet me thirr dikun që është mjek edhe me kontrollu, me shiku se a ka mundësi me shëru në atë situatë, në atë kohë, ato mundësit e mjekësisë të cilat kanë qenë, për arsye se kanë qenë shumë të kufizume, jo sikurse sot. Atëherë Ebu Bekri i digjen ata duke fol për këtë, thot o kanë mjeku, pra mjeku vetëm se më ka pa. Edhe ata çuditën, thot e çka të tha? Thot më ka thonë inni fa'alun lima urid, ju ka referu një ajetit e Allahut Madhërisëm në surën El Buruj, që Allahu Madhërisëm është ai i cili bën çfarë të don. Me një fjalë ju ka referu asaj që Allahu Madhërisëm ka shiku dhe ai e din çka ka me bë me mu. Pra, nëse don mlen me jetu, nëse don edhe e bën me u arrit edhe me ndodh vdekja ime. Prandaj edhe ju ka referu kësaj, ka thonë inni fa'alu lima urid, pra mjeku ka thonë duke ju referu Allahut Madhërisëm që do të bëj atë çfarë të dua. Prandaj edhe në këtë aspekt, në fakt shëruesi i vërtet është vetëm Allahu i Madhërisëm, ndërsa shpeshherë edhe hoxhallarët e përmendëm, mjeku realisht është vetëm një sebeb e bën, nuk e ka në dorë shërimin ose jetën apo vdekjen në përgjithësi. Pastaj ka një transmetim që tregohet që Aisha, pra e bija e Ebu Bekrit, kur kum hyte baba edhe ka pa që është smut, është mërzit. Edhe në atë mërzi e ka recitu një vargje, ka thënë një poezi. E keni parasysh tek arab poezia ka qenë shumë e njohur, edhe të gjithë kanë ditë, përveç disa njerëzve caktum. Prej tyre ka qenë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka ditë poezi. Edhe kjo ka qenë prej fillimit, pra edhe pse 40 vite ka jetu duke mos qenë pejgamber, nuk ka pas aftësinë e poezisë, për arsye se kjo ka qenë edhe urtësi e Zotit Madhërisëm që mos me e etiketu se është u thur poezi edhe ka pas një që shtuat në gjuhën një background apo një prapavi që ka ditë poezinë edhe tash vetëm është duke thurr. Por përndryshe njerëzit në përgjithësi kanë ditë, edhe Aisha radiallahu ta'ala anha ka ditë poezi, edhe e ka thonë një poezi, një fjalë, një poeti, edhe Ebu Bekri e ka qërtu, ka thonë mos thuaj ashtu. Mos thuaj ashtu për arsye se po thuaj atë që e ka thonë Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar, pra në surën Al-Qaf, ku thot Zoti i Madhërisëm pra në këtë vend, thot وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ تَحِيدُ, që në përkthim domethënë dhe erdhe agonia e vdekjes me të vërtet, ja kjo ishte ajo prej së cilës përpiqeshe të ikje. Me një fjalë e ka qortu vajzën e tij që mos u refero poetëve apo poezive, po referoj asaj që ka thënë Allahu i Madhërisëm, edhe Zoti i Madhërisëm ka treguar që vërtet vdekjen edhe agonia vdekje do ta kaploj secilin prej njerëzve, është diçka e vërtetë që s'mundet me ik askush, edhe nëse përpiqet pra me ik, ajo patjetër do ta kaploj. Edhe thot kështu më çortoi baba, pra kur ja kom recitu një pjesë të poezisë, duke ju referu që thuaje fjalën e Zotit, e le fjalën e poetëve. Pastaj po tregon Aisha, thot më ka pyet Ebu Bekri se çfarë dite është sot. Edhe Aisha thot i kam tregu që është ditë e hane. Edhe ka thonë kam shpresën apo mendoj që Allahu i Madhërisëm ka me marrë shpirtin para se të bjerë nata.
edhe ai e ka paramendu parafërsisht në momentin e vdekjes, edhe vërtet kështu ndodhi. Pra ka vdek në ditën e hanë, pra në mbrëmje. Parafërsisht sikurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ditën e hanë, përveç se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek në mëngjes, kurse ky në mbrëmje. Pastaj ajo që ka përmend Aisha radhiyallahu ta'ala anhu gjithashtu me situatën edhe rrethanën e vdekjes është se e kishte Ebu Bekri të veshur një robe gjatë kohës kur ka qenë i smur. Edhe e pyet Aishën thot me sa rroba, me sa pjesë është qefinos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pyet për arsye se Ebu Bekri nuk ka qenë shumë i angazhuar në përgatitjen e gjenazës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastrimit edhe gjërave të këtilla për shkak të angazhimeve të tjera, kështu që ka dashur me vërtetuar se si ka ndodhur qefinosja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe Aisha i thot i ka pas 3 pjesë qefini. Prandaj e dim edhe në përgjithësi edhe në kohën e sodit, pra kur e qefinosëm të vdekurin, e qefinosëm në 3 pjesë. Tek gratë ka më shumë për shkak të pra veshjes edhe avretit të tyre, kurse te meshkujt është 3 pjesë. Edhe po thot Aisha i tregova, i thash Ebu Bekrit që 3 pjesë ka qenë qefini i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e shikon thot veshjen që e kishte, edhe thot e pastroni këtë që e kam, edhe me këta me më qefinos. I merrni edhe 2 rrobe tjera, edhe këta që e kam, edhe me këto 3 rroba më qefinosni. Atëherë Aisha i thot, i thash pra babës, Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, kjo është shumë e vjetër. Nuk është e drejtë as me qefinos me diçka të vjetër, edhe thot Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, i gjalli ka më shumë nevojë për të re. Me vesh të ren, më shumë ka nevojë i gjalli se sa i vdekuri, kjo është vetëm për pak kohë. Me një fjalë, edhe këtu e shohim edhe qasjen e sahabëve në përgjithësi e më konkretisht Ebu Bekrit në lidhje me vdekjen edhe realitetin e saj. Me një fjalë, sot shumë njerëz pretendojnë që zakonisht kur des i vdekuri, fatkeqësisht tek disa fe ndoshta ja veshin me veshje shumë shtrejta, të jashtëzakonshme, pra me 10.000 euro harxojnë në veshje edhe në atë sandëkun që e vendosin të vdekurin e gjëra të këtilla, po të gjitha këto janë kot. Për arsye se asnjë nuk është gjitha këto treten, prishen edhe shkojnë do thot pa nevojë. Prandaj edhe Abu Bekri po thotë kjo është për pak kohë derisa të ekzistojë trupi i njerit, për arsye se secili njeri pra tretet në varr edhe bëhet dhe. Ashtu që është kriju prej dhejut, kthehet në dhe. Prandaj edhe shpenzimi i tepërt nuk është logjike. Për këtë shkak edhe muslimanët nuk shpenzojnë, edhe kjo është e drejta. Shpenzohet diçka që është e dobishme, dikush që ka nevojë, sikur që e përmendi Abu Bekri, pra i gjalli ka më shumë nevojë për diçka tre se sa i vdekuri. I vdekuri s'ka nevojë, pra arsye se kimë vesh, kimë shtin në varr, edhe mas një kohë tretet edhe prishet ajo veshja, çka do që të jetë ai, edhe është e palogjikshme që të shpenzohet në diçka të panevojshme. Edhe kështu tregon Aisha, thotë, ka kërku edhe ashtu kanë vepru. Pra e kanë qunë vend këtë emanet të Ebu Bekrit, edhe është qefinos, pra me atë veshin që e ka pas e kanë pastru, edhe 2 copa tjera, edhe me ato 3 pjesë është qefinos. Pastaj tregohet në transmetimet, pra ata të cilët e përcjellin sirën edhe ngjarjen e Ebu Bekrit, pra ka shumë libra që i referohem në lidhje me këto që po i përmenim tash, thuhet që Ebu Bekri pastaj ka bisedu me Aishën dhe i ka thonë, oj Aishë, nuk ka askënd nga familja ime që e dua më shumë se ty. Pra e ka veçu vajzën e ti, pra Aishën, më shumë se vajzat edhe djemë tjerë. Ka pas edhe djemë tjerë, Ebu Bekri edhe vajzat tjera, mirë po Aishën e ka veçu dhe dim pse ka veçu. Pra arsye se ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për hir të kësaj edhe e ka nderuar më shumë. Nana e besimtarve, quhet do thot një nga epitetet që me të cilat na ka urdhëruar Allahu i Madhëruar me i quajt gratë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është se janë nëna të besimtarve. Wa azwajuhu ummahatukum, pra gratë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë nënat tona. Prandaj edhe Abu Bekri ka pas një pak më veçantë, ka pas një afërsi më të veçantë me Aishën. Dhe po thot, të dua më shumë, dhe
prej këtë familjes, megjithatë, tash e kallëzon një dert që ka pas në lidhje me Aishën, e derti ishte thotë se para një kohe e ka pas Ebu Bekri një kopsht, një bahçe me thonë në atë kohë, edhe thotë ta pata dhuru, ta kum dhon hedije ty me majt, pra dhurat. Kur ka qenë gjallë, kur ka qenë i shëndosh Ebu Bekri, ja ka dhon Aishës atë kopsht, atë bahçe ja ka falë me një fjalë. Thotë mirë po tash, se kam zemrën, do thot në zemrën teme një lloj jo rehatie, dhe rehatia qëndron në atë që mos po nënkuptohet që ju kumbo zullum trashëgimtarëve tjerë, domethënë fëmijëve tjerë, vajzave tjera, që ty të kumë veçu me këtë dhurat ndaj të tjerave. Kështu që kisha pas qef me kthy qatë kopsht prap në trashëgimi. E keni parasysh, domethënë ngurimi i Ebu Bekrit tash e ke marti, ta ka fale, edhe u krye, edhe ka pajtim, edhe te këta e dinë përgjithësi mirë, po ai nuk përnin veten mirë që ka bë mirë që e ka veçu Aishën me këtë dhurat në krahasim me fëmijë tjerë. Prandaj po thotë kisha pas qef me kthy prap te trashëgimtar për arsye se nuk përni veten rahat që kum bë mirë. Edhe Aisha thotë gjithsesi edhe pranon edhe e kthen atë, edhe e ndajnë trashëgimtar, pra masandej e ndajnë trashëgimtar, pra nuk pretendon Aisha që ajo është e jamja, pra bëhet pjesë e trashëgimisë e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Edhe pranon, pastaj thot Ebu Bekri, i thot Aishës radiallahu ta'ala anhu disa fjalë, thot që kur morëm përgjegjësinë për udhëheqjen e muslimanëve, nuk kemi ngrënë asnjë dinar e asnjë dirhem nga pasuria e tyre. Pra o mundu, edhe pse kemi përmend disa raste muslimanët, domthon ai buxheti i shtetit, Beitul Mal, në atë kohë është quajtur, pra ka pas pasuri mjaftueshëm, edhe ka mujt me shfrytzu Ebu Bekri mirë, po ka pas kujdes në atë që si ka taku atij. Prandaj edhe nuk ka shpenzu diçka jashtë asaj që i ka qenë e nevojshme për muslimanët apo për veten e tij. Prandaj po i thot Aishës, unë jam duke vdek, po nuk kam në dispozicion nga diçka pej pasurisë që kina marrë pej kësaj pasurie të muslimanëve, domthonjë prej Beitul Malit, përveç se 3 gjëra. Cilat kanë qenë ato 3 gjëra? Një shërbëtor, një deve që është shfrytzu për ujitje, domthonjë e kanë me bajt ujin, edhe një shtroj, një mbulesë. Thot këto 3 gjëra i kam do thot tash në dispozicion, thot kur vdes i merr këto gjëra edhe i kthen edhe ja çon Omerit radiallahu ta'ala anhu, për arsye se s'po du me lan me kanë do thot pjesë e pasurisë teme, për arsye se po du me pastru veten teme dhe pasurinë teme, edhe trashëgimtar mos me marr prej kësaj kize. Edhe kështu vepron Aisha, masi që vdek Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, e kthen edhe këtë shërbëtorin, edhe deven, edhe këtë batania, apo këtë shtroj Omerit, edhe ja dërgon, thot, ky ka qenë emaneti, vasijeti, testamenti i babës, që me kthy këta në Beitul Mal, pra në buxhetin e pasurisë muslimanëve të shtetit islam, edhe e kthen. Edhe Omeri kur e sheh domon çka ka vepru, ja nis me çajt, i rrjedhin lotët, edhe e thot një fjalë që faktikisht pas kësaj bëhet edhe si një lloj fjale e urtë apo një fjalë e mençur, at'abta ya Aba Bekrin men ba'dak. Që nëse përkthejmë në shqip, domethënë i ke nxjerr punë ose e ke lodh atë që vjen mas teje. Me një fjalë, synimi i kësaj urtësie qëndron kur një njeri për shembull, po e zom tash shembull konkret, baba ka qenë shumë vepërmir, ka bë punë të mira e kështu me radhë, tash kur vjet djali i ka nxjerr punë, se edhe djali do të më majt këtë nivel, apo e domthon përmendet si fjalë e urtë që domthon i ke nxjerr punë atij që vjen mas teje, që domthon ai që vjen mas teje, tash për me majt këtë nivel do të shumë me punu, për arsye se ti e ke pas nivelin shumë të lartë. Edhe kjo përmendet si fjalë e urtë në përgjithësi tek arabët, pra at'abta men ba'dak, domthon i ke nxjerr punë atij që vjen mas teje. Jo vetëm tek familja, mundet me qenë edhe te udhëheqja, mundet me qenë edhe te shoqëria e shumë gjëra tjera, përmendet që i nxjerr punë atij që vjen mas teje për shkak të kontributit edhe punës edhe nivelit të lartë që e bën ti.
Pastaj kthehen edhe i kthen Omeri. Madje disa i propozojnë Omeri, thot falja, le. Ka thonë jo nuk ja fali për arsye se nëse ka qenë kjo kërkesa e Abu Bekrit, unë do ta çoj në vend edhe s'pranon mi kthy. Ka mujt me thonë merri se s'janë ndonjë vlerë, po ka dash me qenë në vend atë që ka synu edhe atë që ka insistu Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Pastaj një prej gjërave shumë interesante që përmendet në sire është edhe kjo ngjarja, nuk e kemi përmend në fillim, për shkak se ndërlidhet me këtë fundin edhe shumë është e rëndësishme. Ebu Bekri kur është bë halife muslimanëve, ka qenë halifja e parë, nuk ka pas rregulla, nuk ka pas edhe në shumë sene nuk kanë ditë muslimanët si me vepru. Edhe një ditë prej ditëve Omeri edhe Ebu Ubejde, që kjo e kanë pa Ebu Bekrin duke qenë halife muslimanëve mas 3-4 ditëve, e kanë pa Ebu Bekrin të shku në pazar dhe kishte me vete disa mall me shit në pazar. Edhe i thonë ku je të shku? Thotë po shkojmë pazar me shit. E me blet, për arsye se Ebu Bekri ka qenë tregtar, keni parasysh që kemi përmend disa herë këtë. Edhe i thonë qysh ti halife muslimanëve tash me shku në treg me shite me ble. E thotë qysh me majtë në familjen. Do të me majtë familjen, tash diçka do të me bane për me majtë familjen. Thotë ktheu, Omeri ktheu edhe tha dojna një rrogë e merr prej buxhetit të muslimanëve, edhe mos u merrti me këto tregtia se edhe s'ki kohë për arsye se do të mi udhëheq mu marr me punë të muslimanëve. Edhe e kthen Ebu Bekrin, edhe këtu është ajo, edhe ta shtojnë sa duhet, apo sa milan, e keni parasysh atëre paret e sene nuk ka qenë shumë, po mirën vesh një gjys dele çdo ditë, domthonë një gjys dele me marr çdo ditë Ebu Bekri edhe me qenë çaj shpenzim për familjen e tyre. Edhe një shumë prej 1500 dirhamve. 150 dirham prafërsisht, apo aty do më një shumë caktuar me marr do thot çdo ditë apo çdo kohë caktuar me marr atë shumë edhe me çata me shpenzu për familje. Edhe Abu Bekri pranon edhe fillojnë me jetu ashtu mirë, po ajo sasi nuk i del Abu Bekrit. Për arsye se kishte familjar, fëmijë shumë, edhe gru e kështu me radh, nuk i del edhe tregon ankesë që nuk është e mjaftueshëm. Pastaj mirën vesh edhe ja dhojnë një dash, një dele çdo ditë, duke ja nxjerr ato të mbrëmshmet, kështu përmendet në sire, pra dashin vetëm ai mishi, edhe një shumë prej pak më të lartë se sa që e kishte marrë. Edhe Abu Bekri thotë unë e pranoj, po me kusht që do të mi vet edhe ensart edhe muhaxhirint. A janë dakord për këtë, a janë do thotë a aprovojnë apo jo. Pra Omeri po aprovon, po Omeri është një person, 3-4 persona do të me qenë aprovimi prej shumicës. Edhe Omeri e qet këtë propozim në mas, do thotë muhaxhirt edhe ensart, që Ebu Bekrit nuk po i mjafton ajo sa ja kemi da, du të mjaftu, apo a jeni dakord, janë ba dakord, edhe ja kanë leju. Thuhet se disa prej muslimanëve që nuk kanë qenë ensart e muhaxhirët, muslimanëve që kanë qenë min el badje, i thonë në gjuhën arabe, ata që kanë qenë beduint, kanë thonë qyshti po merr e çka bëhet me neve, edhe thuhet që nuk i kanë dëgju ata për arsye se e domosdoshme është me u dakordu elita edhe muslimanët domthonë e njohur që kanë qenë muhaxhirët edhe ensarët, edhe kjo ka qenë e mjaftueshme. Kështu që ankesat e të tjerëve që edhe neve me na do apo kërkesat nuk janë marrë parasysh, edhe janë mjaftuar me dakordimin e ensarëve edhe të muhaxhirëve. Pra kjo ishte çfarë ka ndodhur në fillim. Mirë po, prap në shtratin e vdekjes, Omeri i thot Aishës, radiallahu ta'ala anha, thot Aisha, thot prej që e ku marrë këtë emanet në dorë, deri në sot, janë kanë prafërsisht e kemi përmend 2 vite e 3 muaj, edhe 10 ditë. Kjo ka qenë koha sa ka qenë khilafeti e Abu Bekrit radiallahu ta'ala. Në këtë kohë, thot unë, ku marrë nga Bejtul Mali, prafërsisht 6.000 dirham. Kjo ka qenë shumë atë që ka marrë që të rogën, me thonë kushtimisht. Thot nuk jem rahat që e ku marrë këtë. Kështu që po thot po kërkoj prej juve, prej Aishës, që filan kopshtin që e kam, me e shit edhe me kthy që ato pare, të gjitha që i ku marrë prej Bejtul Malit. Thot mos mu faturu që i ku marrë, kështu që kjo është ma e pastër për mu.
Edhe Aisha radiallahu ta'ala anhu e çon vend edhe këtë testament të Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, edhe thuhet që është shit çaj kopshti edhe janë kthy të gjitha parat që i ka marrë Ebu Bekri gjatë kohës se 2 viteve edhe 3 muajve që ka qenë halife dhe që ka marrë domthonë çat shpenzimin që e përmendëm pak më herët, pra nuk ka qenë i pastër me e marrë, edhe pse ja kanë aprovu edhe kanë qenë dakord njerëzit, megjithatë nuk ka dash me këtë barr me shku para Allahut Madhërisht, po e quaj barr, po në fakt nuk ka qenë barë për arsye se ka qenë e drejt e tij, megjithatë ka dashur me qenë i pastër që kur del para Zotit Madhërisht mos me pas kurfar përgjegjësie. Edhe kështu në muajin Xumadel Akhira të vitit 13 Hijri, Ebu Bekri pra vdes në ditën e hanë, e ndron jetë, edhe kështu ka qenë situata edhe ditët e fundit të Ebu Bekri. Mirë po, para se me vdek, e kishte edhe një gale tjetër, krahas qytyne galeve personale që i ka pas me veten e tij, me trashëgimin e tij, me gjëra që i ka marrë prej Bejtul Malit e kështu me radhë, e kishte edhe një dert, e ai derti ishte se çfarë do të ndodh me khilafetin e muslimanëve mas vdekjes së tij. Domthonë kush ka me marrë, a mundet me marrë në një përçarje apo situatë e kësaj, kështu që thuhet se pak para se me vdek, ende kur ka qenë i fuqishëm, ka dalë para njerëzve, i ka thirrë njerëzit. Kur them njerëzit, është për qëllim parin e muslimanëve, ensarët edhe muhaxhirët që kanë qenë ata njerëzit që e kanë shoqëruar vazhdimisht Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ata sahabët e mëdhej që janë kuptu kush janë, jo gjithkush prej njerëzve. Prandaj i thret ata në një ndaj, edhe i thot që po e shihni çfarë situate, çfarë rrethane jam smur, edhe po mendoj që nuk ka me shku shumë kohë në ku me ndru jetë. Prandaj ju të gjithë ma keni dhënë besatimin, çat bejan që me qenë udhëheqës i juve, e në këtë moment unë po e tërheki, domthonë po ju liroj nga ky besatim. Pra nuk keni kurfar obligimin ndaj meje, edhe po kërkoj prej juve që sa jam gjallë une me zgjedh dikon. Zgjedhni dikon për arsye se kjo punë me kanë ma halal, ma drejt, mos me ardhi të një mos pajtim i mundshëm, atëherë zgjedhni dikon. Edhe sahabët ulen, flasin, bisedojnë edhe thonë nuk po dim, propozon ati dikon. Kun e shetit arsyeshme. Atëherë Ebu Bekri thot m'jep një kohë të mendoj edhe unë pak. Domthonë të mendoj se kush mundet me qenë më i përshtatshëm. Edhe fillon me i bë ato mushaveret që thojmë në gjuhën e popullit, ato konsultimet me disa prej sahabeve se kush mundet me qenë më i përshtatshëm. Edhe kështu fillimisht e thret Abdurrahman ibn Aufi, përmendet në sire, një prej sahabive të njohur edhe të respektuar që kemi përmend disa herë për historinë e tij, edhe thotë që e ka thirr Abdurrahman ibn Aufin edhe ka thonë çapo ta merr mendje për Omerin. Omeri radiallahu ta'ala me qenë khalife muslimanëve, edhe ai thot, më trego çfarë mendon për Omerin, çfarë njeri është. Edhe thot Abdurrahman ibn Aufi, qysh po më vet për një sen që ti e di më mirë se unë kush është. Unë çka ku më të kallëzu unë që ti e njeh shumë më mirë se unë. Thot, megjithatë, po më intereson mendimi yt, domthonjë çka mendon, domthonjë çësia jote. Tash nuk jam do të vetë çfarë mendoj unë, po si është çësia jote. A thot pasha Allahun, ai është më i mirë se sa mendon ti për të. Me një fjalë, është i mirë, ki mendim të mirë, po ai është edhe më i mirë se sa që ti mendon për të, për shkak se shumica e sahabeve, posaçërisht atyre sahabeve që kanë qenë nivele të larta të përkushtimit, fshehësitë e tyre, veprat e fshehta të tyre kanë qenë shumë më të shumta se sa ato që janë pa publikisht. Për arsye se e kanë ruajtur veten e tyre, edhe në vepra të mira, edhe namaz natës, edhe në sadakon, shumë sene e dim edhe për Abu Bekrin edhe për Omerin, pra e kanë ruajtur veten e tyre për shkak që mos mu kuptu që po bëjnë një vepër për syfaqësi. Prandaj edhe i ka thonë kështu që ajo që ka zdin është më shumë se sa ajo që ka din. Pastaj e thirr edhe Osman ibn Affanin, edhe për të e pyet, edhe atë e pyet për Omerin radiallahu ta'ala anhu, edhe ai përgjigjet njerëz që ti e njeh më mirë se unë, edhe ai thot për Zotin, thot nuk e di që ka dikush më i mirë se ai prej neve. Dhe kjo është ajo, me thonë kushtimisht tezkia, ai vlerësimi që ja bën
Omerit radiallahu ta'ala anhu, që s'ka dikush që është më i mirë se ai në mesin tonë. E këtu transmetojnë përcjellësit e sirës që Ebu Bekri i thotë edhe një fjalë, thotë për Zotin që ashtu është. Edhe po të mos ishte ai, atëherë nuk do të tejkaloj aty. Kështu i ka thonë Ebu Bekri Othmanit radiallahu ta'ala anhu, që me një fjalë, po të mos ishte Omeri, atëherë do të ishe ti që do ta përzgjidhja. Kështu do i ka thonë në formë do thotë të përgjithshme. Pastaj e ka thirr Usaid ibn Hudhairi, ka qenë prej ensarëve të parë. Pra këta dy të parë ishin muhaxhir. Usaid ibn Hudhairi ka qenë prej ensarëve të parë që kanë pranuar Islamin. Domthonë pej atyre më të parëve dhe më të njohurve, edhe atë kur e pyet, edhe ai kishte mendim të mirë. Në përgjithësi të gjithë sahabët me të cilët është konsultuar Ebu Bekri, të gjithë kanë dhënë mendim të mirë ndaj tij, përveç një personi, ai ka qenë Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah, e keni parasysh, edhe ky është prej sahabive shumë të lartë, ma nuk është një sahabi i thjesht. Edhe ky i thot çka kemi thonë tash kur e ka vetë edhe kur ka bisedu me këtë Ebu Bekri, ka thonë çka kemi thonë Zotit kur delsh para Zotit që ke caktu Omerin, edhe din që ai pak është i ashpër, nuk është domosdoshmë i butë, edhe nashti mundën me ashpërsia e tij me bë që njerëzit me vujt prej ashpërsisë së tij. Domosdoshmë e ka pas këtë frikë Talha ibn Ubaidillah, jo se ka pas urrejtje ndaj Omerit. Allahu na ruaj domosdoshmë nga ky pretendim, edhe kur kush nuk ka thonë kështu. Po e ka thonë, ja ka marrë mendja, njerëzit nuk mendojnë të gjithë njëjtë. Domthonë është shumë normale dikush me pas një qasje pak më ndryshe që ka dalë ky Omeri është i mirë, ka cilësi të mira, po është i ashpër, ndoshta kur hyp domthonë udhëhesë mund me shkaktu tani me vujt dikush prej tij. Prandaj edhe i ka thonë, çka thu ti, çka i thu Zotit kur e ke caktuar domthonë këtë njeri të ashpër. Atëherë Ebu Bekri kur e dëgjon këtë fjalë, kërkon prej atyre që i kishte afër, thot ulumni, se ka qenë shtrit, ulumni, ulet, edhe thot, a me Allahun po më friksoni, me një fjalë, kjo që po më thuti është shumë e madhe. Nuk është domosdoshmë që se ku mendu, as që jem të thonë vetëm ashtu, po thot, vërtet, i humbur është ai i cili e takon Allahun e Madhreshëm duke i bë zullum njerëzve. Domthonë nuk është synimi jam zullumi i njerëzve asesi, por unë po them që vërtet ku mi thon Zotit e kum caktu atë që është më i miri prej njerëzve. Domthonë unë po e shoh që ai është më i miri prej njerëzve. Pastaj ka thënë sa i përket ashpërsisë, thotë është e saktë që është i ashpër, po ndoshta ashpërsia e tij ka qenë për shkak se unë kum qenë më i butë. Edhe është dashur me majt domosdoshmë çat balancin, që unë më i butë, ai më qenë pak më i ashpër. Po thotë do ta shihni që kur hyp në krye, do ta vreni, do thotë urtësinë edhe butësinë e tij. Edhe faktikisht edhe çashtu ndodh. Edhe çashtu do thotë realizohet, edhe faktikisht krejt diskutimet edhe mushaveret të cilat bëhen ishin karshi që me qenë Omeri radiallahu ta'ala anhu, ai i cili do ta zaventësoj Ebu Bekrin mas vdekjes së tij. Edhe kështu që ajo çka është e sakta dhe që e përcjellin përcjellësit e sirës është se caktimi i Omerit është bë me vasijet të Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, po nuk është vetëm që e ka lënë si porosi, po fillimisht edhe me konsultën e sahabëve, kështu që janë realizuar të dyjat. Edhe është bë shura, domthonë që ai konsultimi që faktikisht ehli suneti e ka përzgjedhjen e udhëheqësit duhet më bë me konsult, po gjithashtu edhe porosia që ka porosit që Omeri të jetë zaventësi i tij masi që të vdes Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Edhe thuhet në disa transmetime, masi që e ka publiku këtë, ka kërku edhe me shkrim këtë kërkesë, edhe e thret Othmanin radiallahu ta'ala anhu, edhe fillon me e shkru dhe thot se ky është emaneti i Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu në çastet e fundit të kësaj jete, ndërsa po largohet prej saj dhe po hyn në jetën e përtejme, në kohën kur mohuesi e pranon të vërtetën, mëkatari bindet dhe gënjeshtari e pranon të vërtetën. Thot, dhe këtu e përcjellin interesant ata përcjellësit e sirës, thot,
thot Ebu Bekri, unë kam caktuar për ju, edhe fillon Othmani me shkrujt, edhe kur vjen domthon te ky vend, e kap i bjen të fikt Ebu Bekrit nga smundja dhe situata që ka, edhe s'mundet me vazhdu. S'mundet me vazhdu pjesën tjetër. Edhe çka bën Othmani, unë kam caktuar për ju, a e din që është fjala për Omerin. Tash s'din a me shkrujt, a mos me shkrujt, po jetë në gjys, edhe e shkruan Omerin. Domthon me ijtihadin e tina Othmani e shkruan Omerin për halife të muslimanëve. Edhe mas një kohë kur kthjellet, thot ku kemi mbet, thot kemi mbet këtu, edhe unë e kum shkruar në këtë formë. Edhe thot mirë ke vepru, edhe ja aprovon kët, edhe thot dëgjojeni dhe bindjuni atij, dhe nuk kam kërcyer asnjë përpjekje për hir të Allahut dhe të dërguarit e tij, fesë e tij, vetes ime dhe josh që t'ju zgjedh atë që është më e mira për juve. Me një fjalë, kjo ka qenë domosdoshmë ajo që ku mendoj që është më e mira që kam zgjedh për juve, edhe në fakt kështu ndodh që do ta shohim edhe kur flasim për jetën edhe për khilafetin e Othmanit radhiyallahu ta'ala anhu, që ka zgjat 10 vite, jo 2 vite, 3 muaj, sikurse me Abu Bekrin ka zgjat 10 vite, edhe shohim do të cilat janë ato punët edhe veprimet të cilat i ka bë, për arsye se ashtu siç përmendin të gjithë përshkruesit e sirës, kulmi i përparimit edhe i barazis, edhe i drejtësis, edhe i respektit, edhe i rahatis, edhe i situatave që mos me pas fitne, ka qenë koha e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Prandaj ka qenë një përzgjedhje e drejtë e tij, për këtë shkak edhe Abdullah ibn Mesudi, një nga shokët e ngushtë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot njerëzit më larg pams kanë qenë tre persona. Kush janë ata tre? Thot i pari ka qenë ajo gruaja që i ka thonë pra ajo vajza që i ka thonë babës vet për Musajin. E keni parasysh situatën kur ato 2 vajza që kanë qenë duke i rujt edhe Musa kur ja u hjek ata edhe i pin ujë, pastaj kur shkon te baba edhe i thot që merre me pagesë Musën që le të na ndihmon neve për arsye se është i fortë edhe i fuqishëm dhe na hyn punë. E që pastaj e merr Shuaibi edhe e marton me njërin prej vajzave të tij. Apo thot kjo gru ka qenë largpamse, për arsye se e ka pa Musën edhe ka pas çfarë vlera dhe çfarë sa është i kujdesshëm edhe në ecje edhe në veprimet e tij, prandaj edhe ja ka preferuar babës vet që me marr në punë edhe me shti. Thot ky është gruaja domosdoshmë largpamse e parë. E dyta ka qenë ajo që i ka thonë me ble Jusufin. Ajo gruaja e Imratul Aziz, që i ka thonë me ble Jusufin, e ka thonë bleje se ose e marrëm na kryjm punë në shtëpi, ose e marrëm e bëjmë fëmijë tonin. Edhe kjo ka qenë domosdoshmë ajo që e ka qellu kjo gruaja, dhe i treti ka qenë kush? Ebu Bekri, me caktimin e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, halifet e muslimanëve, për arsye se me të drejtë Omeri u bë fortifikata e muslimanëve gjatë këtyre viteve kur muslimanët kanë arritur suksese të mëdha në periudhën në kohën e tij. Kështu që me këtë njoftim pra bëhet zgjedhja e tij, edhe bëhet pra nuk kishte ndonjë masi që të vdes Ebu Bekri, nuk kishte ndonjë dikush që ka pretendu ose ka refuzu ose nuk ja ka dhënë besatimin apo fare. Domthon këto gjëra askush s'përmend që ka pas ndonjë problem në lidhje me këtë situatë dhe këtë rrethon, të gjithë pra e kanë aprovu, edhe Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, po e përmendim konkretisht, ka qenë prej atyre që ja ka dhënë besatimin Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, edhe nuk kanë refuzu asnjë nga sahabët shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qoftë prej ensarve, qoftë prej muhaxhirëve. Pra të gjithë kanë qenë unanim edhe kanë pranu këtë rrethon edhe këtë situatë. Thuhet që masi është kry kjo, edhe Ebu Bekri e ka thirr Omerin radhiyallahu ta'ala anhu edhe e ka bën nasihat për herë të fundit. Edhe ja ka dhënë disa këshilla dhe disa nasihate, përmenden në librat e sirës, tash s'po du me lexu të tërën. Prej tyre i ka thonë ki frik Allahun o Omer, dije se Allahu, prej atyre këshillave nasihateve që i ka thonë, dije se Allahu ka vepra që pranohen vetëm ditën dhe vepra që pranohen vetëm natën. Pra, me një fjalë që me bë vepra po, apo me ditë që secila vepër ka kohën e caktuar.
me ditë me e pas parasysh këtë. Allahu nuk pranon veprat vullnetare derisa të kryhen detyrimet obligative. Me një fjalë, mos u mundon me bë nafile kur në farze je neglizhent. Pra, mas pari farzet, tani janë nis nafilet. Pastaj i thot, ata që do të kenë peshore të rënda në ditën e gjykimit, i kanë fituar ato sepse në këtë botë ju përmbajtën së vërtetës, dhe kur ajo ishte e rëndë për ta. Domthonë, gjëja që mas shumti e ngrit peshore në ditën e gjykimit është kur njeri është i drejtë, edhe nëse ajo drejtësia ka të bëjë, do thotë nuk është në favorin e tij. Pra, mirë po mban drejtësi. Kështu do më ja ka dhënë disa nasihate dhe disa këshilla, dhe është e drejtë që peshora në të cilën vendoset e vërteta të jetë e rëndë, ndërsa ata që do të kenë peshore të lehta i ndoqin të pavërtetat sepse ato dukeshin të lehta. Dhe është e drejtë që peshora ku vendoset e pavërteta të jetë e lehtë. Allahu kur përmendi banorët e xhenetit i përmendi me veprat e tyre të mira dhe u afali të metat. Kur i kujtoi ata kanë frikë se mos nuk arrit të bashkohen. Tash po tregon edhe shpresimin e vet, kur përmendi banorët e zjarrit i përmendi me veprat e tyre më të këqija dhe u ahodhi poshtë edhe të mirat. Me një fjalë, nuk do të thotë që çdo banor i zjarrit xhenemit nuk ka fare vepra të mira. Mund të kenë vepra të mira, mirë, po ato hudhen poshtë si rezultat i të këqijave të shumta të cilat i kanë bë ata. Kur i kujtoi ata, shpresoj të mos jenë prej tyre. Pra, Ebu Bekri në këtë situatë, në këtë rrethon, në këtë mund që e ka bë, këtë angazhim që e ka bë, megjithatë e ka këtë nivelin e shpresës edhe frikës ndaj Allahut Madhërisht edhe në këtë situatë, thotë para vdekjes së tij. Për këtë shkak po thotë, prandaj besimtari duhet të jetojë gjithmonë mes shpresës dhe frikës, të mos mashtrohet me mëshirën e Allahut dhe të mos humbas shpresën në të. Nëse e ruan këtë emanet timin, nuk do të ketë për ty ndonjë të munguar më të dashur se sa vdekja. E nëse nuk e ruan, dije se nuk mund të ikësh asaj. Me një fjalë bëhet, nëse i rrin gati kësaj, atëherë dije që për vdekja për ty do të jetë diçka e lehtë, diçka që kime lyp. A nëse jo, s'ki me lyp, a mos ki ka jamon, a pet ki mu ballavaçu me të. Pra, kjo ishte njëri nga emaneti që përmenden nga përshkruesit e sirës që ja ka ba Ebu Bekri Omerit radiallahu ta'ala anhu, edhe mas vdekjes e Ebu Bekrit, e keni parasysh, është varros në dhomën e Aishës. Ju e dini që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është varros në dhomën e Aishës, në vendin ku ka qenë i shtrim edhe ka ndru jetë. Ebu Bekri është varros në të njëjtin vend, afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vetëm pozicioni i tij është pak më poshtë. Domthonë, kibla është kënej, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është këtu, Ebu Bekri është më poshtë, faktikisht koka e Ebu Bekrit është tek supët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk është barabart me të, është pak më poshtë. Edhe këtë e kanë bërë në shaj respekti ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mos me qenë barabart, po me qenë pak më poshtë. Edhe Omeri pastaj është edhe më poshtë. Dhe kjo është, do thotë, radhitja edhe mënyra si janë varrosur këta tre njerëz në shtëpinë, në dhomën e Aishës radiallahu ta'ala anha. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri pak më poshtë, pastaj Omeri edhe më poshtë, dhe në këtë formë pra gjenden pra të tri varre në dhomën e Aishës prej asaj kohe, edhe sot pra ekzistojnë në këtë formë. Pra, kjo ishte në lidhje me vdekjen e këtij njeriu të madh që e përmendëm, po ajo çka është e jashtëzakonshme me cilën po duam e përmbyll, inshallah javën e ardhshme vazhdojmë me pjesën tjetër kur e merr përsipër udhëheqjen Omeri radiallahu ta'ala anhu, ajo është se vërtet Ebu Bekri prej momentit që ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra prej moment që i ka pranuar Islamin, gjithmonë ka qenë shtylla më e fortë me cilën është mbështet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kemi përmend vlerat e tij në një ligjërat veçantë që i kemi përmend të gjitha ato hadithe që e lavdrojnë edhe tregojnë realitetin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, po ajo që ka po du sot me e përmbyll është kjo largpamësia strategjike e Ebu Bekrit në situatën mas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kemi përmend se si e ka menaxhu situatën mas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si e ka menaxhu situatën me rebelët, me ata të cilët kanë pretenduar se janë pejgamber, si ka luftu. Pastaj
kur ka është përfundu krejt kjo, nuk ka qenë synimi i tij tash jem rahat, shteti është rahatu, po më njëherë ka dalë edhe ka synu me përcjell këtë emanet të Allahut Madhreshëm edhe jashtë kufive të sillesës së Arabisë, pra në Irak edhe në Sham, dhe ka dërgu ushtarët dhe e shohim mënyra se si e ka bë, do thot këtë menaxhim ka qenë, do thot shumë njerëz kur flasin aspektin ushtarak, do mënyrën se si e ka organizu gjithë këtë dalje, është do thot ma gjepse. Na nuk kemi dalë në shumë detaje mirë, po me të vërtet shumë njerëz flasin në aspektin strategjik edhe ushtarak se si e ka menaxhu këtë situatë, vërtet është diçka e jashtëzakonshme. Na e shohim se si e ka thënë Khalid ibn Walidin edhe këtë muthannën në Irak, edhe si ka vendosur më njëherë i ka dërgu 4 ushtri pra në Sham, edhe ushtria e 5, 4 ushtri Ebu Ubejd ibn al-Jarrah, Yazid ibn Abi Sufjani, Amr ibn Asi edhe Shurhabil ibn Hasana kanë qenë secili ka pas ushtrinë e vet me 5.000-6.000 ushtar, kanë shku në vende të ndryshme në Sham, mirë po kur e ka pa rrezikun, prej këtyre 4 ushtarë, 4 komandantëve, e ka pas edhe një ushtri nga të udhëhequr nga Ikrime ibn Abi Jahl. Mirë po kjo ushtri kanë qenë 5.000-6.000 veta ushtar, kjo ka qenë do thot ushtria e 5. Nuk e ka nis me shku në Sham, po e ka lanë në Medinë dhe ka qëndruar në Medinë një kohë caktuar derisa e ka lanë si ushtri rezervë, që nëse ka kërkesa qoftë në Persi, në Irak, qoftë në Sham, që me e dërgu, do thotë Ikrime ibn Abi Jahlin. Pra kanë ndajt ata në gatishmëri, nuk janë nis. Edhe kur është bë kërkesa, edhe nevoja e ka nis për në Sham, se ka nis në Irak për shkak të se në ato momente nevoja më e madhe ka qenë për në Irak. Edhe aty e ka dërgu edhe Khalid ibn Walidin, si e ka bashku ushtrinë. Fillimisht kanë qenë 4 ushtri të ndarë, pastaj 5 të ndarë, së bashku me Ikrime ibn Abi Jahlin, pastaj kur e ka pa rrezikun që kjo ndarje mundet me shkaktu që psojnë disfat, i ka bashku të gjitha ushtrinë, do thot me Khalid ibn Walidin, pra të gjitha këto tregojnë një largpamësi të jashtëzakonshme ushtarake, për arsye se e shohim në çdo situatë, në çdo rrethon, ka mbajt kontakte me këta ushtar, me këta komandant, edhe ju ka dhënë direktiva si kur me qenë aty. Edhe çdo situatë, çdo rrethon ka në dije, edhe kjo udhëheqje është do thotë diçka e jashtëzakonshme. Krahas atyre gjërave që i kemi përmend më herët, kjo është domosdoshmë një nga gjërat që përmendet aftësive të Ebu Bekrit, edhe kjo faktikisht e ka bërë që pastaj e kemi përmend edhe më herët, mja dorëzu khilafetin Omerit radiallahu ta'ala anhu, thonë sikur mja dorëzu një khilafetin në një pjatë prej arit, edhe Othmani pastaj e ka pas Omeri radiallahu ta'ala anhu i ka pas let pastaj me vazhdu, për arsye se të gjitha problemet i ka shujt, edhe me rebelt, edhe me pretendus të pejgamberis, edhe me problemet me ushtart, edhe ushtrin, edhe ballavaqimet e para me persiant, edhe me romakt, pra të gjitha i ka zgjidh, edhe Omeri veç se ka vazhdu duke i pas terenin e gatshëm. Edhe kjo është diçka nga ato gjëra të jashtëzakonshme që i përmendet këtij personi të jashtëzakonshëm që nuk ka dyshim na ehli suneti me gojen plot edhe me bindje të plot themi që vërtet njeriu më i vlefshëm, më i mirë, më i dashur tek Allahu i Madhreshëm mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tek Zoti është kush? Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, si rezultat i këtyre arritjeve edhe veprave dhe punëve. Asesi nuk e ka pas synim udhëheqjen apo khilafetin apo diçka, dhe e shohim me veprimet e tij të fundit që nuk ka marrë kurrë nga pasuria e shtetit. E kemi përmend si Khalid ibn Walidi kur e ka marrë atë kurorën atij Hurmuzit, që e ka luftu, ja ka dërgu Ebu Bekrit, ka thonë kjo është do thotë si dhurat, mirë po se ka pranu, ka thonë kjo nuk është e jamja, unë s'ku marrë pjesë në betejë, që e dim ndarjen e pasurisë së luftës si është bëndaja, dhe ja ka kthy Khalid ibn Walidi, thotë kjo është e jotja, s'është e jamja, s'm takon mu. E shohim që ka qenë në nivele, domethënë nuk ka synu kurrë nga pasuria kësaj dynjaje. E kemi përmend edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam njëjtë ka vepru, pra e tëra çfarë synohet posaçërisht prej grupacionit të shijave që mundohen me e njollos, janë vetëm akuza të pa baza edhe tendenca
me disa gjërat boshe për me ul personalitetin e tij, mirë po puna e tij, vepra e tij, aktivitet, veprimet dhe iniciativat të cilat i ka bë dëshmojnë që vërtet nuk ka qenë njëri ashtu siç akuzojnë, po nuk ka dyshim që ka qenë njëri ashtu që e njohim ne ehli sunneti dhe konsiderojmë pra njeriu i dytë, pra njeriu më i vlefshëm, më i respektuar, më i mirë mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vazhdojmë javën e ardhshme me pjesën tjetër apo kohën kur e merr përsipër khilafetin Omeri radiallahu ta'ala anhu, edhe zhvillimet të cilat kanë ngjarë mas kësaj. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah i shpërbleft.